Si thot Imam Ibn Kaimi rahimahullah, di fjalë shumë bukur, thot me pas dituria fotografi, ishte kon gjaja më e bukur në dunja. Dituria me pas fotografi do të kishte qenë gjëja më e bukur në dunja. Na nuk e shoh në bukurinë e diturisë. Na e shoh në bukurinë e parave. Na kesh fytyra vallahi po kur ti shoh në parat. Domethënë, ja bëj ka njëri tha është një lëvizje e trupit. Është një lëvizje e trupit. Këtë smundje që i kije, këtë strese që i kije, këtë mërzia që i kije t'i shnosh, veç me një lëvizje. Edhe ta thot, qëllëve është e lëvizje që ashe letë, ka njëri këtë mu shnosh, tha, veç shto mi lëvizje. Mi lëvizje gjishat numru parë, tha, këtë shnoshet, edhe streset, edhe smundjet, edhe gajlet, edhe muhabetet, këtë shnoshet. Të kush, të aj që e shef të bukur veç parën, dë një. Ama Ibn Kaimi rahimahullah taala flet se Ebu Hurajra radhiyallahu e ka pa bukurinë e diturisë, edhe kur tjerë kanë vrapu mas dunjas, e ka vrapu mas diturisë.